Hiqni dorë prej tij. Ky ushqim që e pëlqejnë të gjithë, po ju shkakton probleme me kapsllëkun. Për shumë njerëz është e vështirë të rezistojnë tundimeve të një bifteku të gatuar bukur ose një hamburgeri me lëng. Pavarësisht nga fakti se mishi është plot me lëndë ushqyes, ai gjithashtu përmban një numër toksinash kimike natyrore, yndyrna të ngopura dhe elementë që na bëjnë më të vështirë tretjen. Ngrënia e tepërt e mishit mund të çojë në pasoja serioze dhe rritjen e rrezikut të diabetit dhe sëmundjeve të zemrës, madje edhe radikaleve të lira. Të gjithë kemi sisteme të ndryshme tretse dhe ato bazohen në gjenetikë dhe zakonet tona dietike. Në varësi të prerjes së mishit, disa prej këtyre kanë mjaft yndyrë. Yndyrnat u duhen më shumë kohë për të tretur nga trupi dhe kjo është arsyeja pse ato mund të shkaktojnë kapsllëk ditën tjetër. Kapsllëku mund të jetë rezultati i hekurit të lartë që normalisht gjendet në mishrat e kuq. Ekspertët tregojnë se nëse vuani shpesh nga kapsllëku, reduktoni kështu edhe mishin.